A është më lirë të bëjmë pushime në Shqipëri apo në Greqi? Shikoni videon deri në fund për një krahasim të çmimeve, se sa kushtojnë gjërat në Shqipëri, nëse është restoranti, Airbnb, transporti, gjëra të ndryshme, dhe sa kushtojnë çmimet në Greqi, dhe ju vendosni vetë se si është më mirë. Oh my god! Did you see that? Oh, there's something floating. Po ku do vim? Në një vend interesant që do vim? O më edhe për kërtyres dhe gjëra për kërtyre. Tecnologia! Lantamone! Lattamone! Ma certo! Te kisha! Ky monasteri është ndërtuar në 1005, që është le të themi 1000 ca vite. Dhe këto janë dyert e para të monasterit, që të thënë drejtë nuk e di se si janë akoma funksionale, se sa le të shikojmë edhe hekurin që shpërdorën atë kohë. Shumë gjë nuk kam parë derë, domethënë kaq të vjetër më përpara. Në një qytet të vogël që ka emrin Dion, ishim në majtë të malit, vizitonim një manastiri sepse ishim kurioz që të shikonim këtë manastiri që është ndërtuar që në 1005, dhe pastaj zbritëm poshtë malit dhe pse pamja ishte shumë e bukur, më kujtonte llogaran. Kemi ndaluar në një si tip restorant të thjeshtë, nuk duket vend shumë i mbypapulluar me turistë, pra shumica e turistëve në këtë zonë mandomendja ikin në plazh. Por le të krahasojmë pak çmimet e këtij restoranti që nuk është në një zonë shumë turistike, pra le të themi mund të jetë një vend si Shëngjini apo Fieri, flasim për çmime, pra nuk është Vlora. Dhe ti krahasojmë pak me çmimet e Shqipërisë. Normalisht grekët bëjnë pak më shumë para se shqiptarët, pra nuk është se mund të krahasojnë çmimet ashtu, por për patur një ide. Një kafe bën 2 euro e gjys ose 3, varet çfarë kafe porosit. Një lëng portokalli është 4 euro, patate skuqe janë 4 euro, xaxhiçi 4 euro, djati 5 euro. Nëse marrin pastaj mustaka 7 euro. Pastiqe 7 euro, që për një copë pastiqe të drejtë më duket shtrenjtë sepse vetëm makarona është. Makaronat janë 6 euro. Kemi pastaj mish viçi, mish dëri, sepse këtu thot steak, që tamam përkthehet mish viçi, por ajo tha që është mish dëri, kështu që nuk merr vesh në çfarë është, po është $8 dhe më i shtrenjta është mishi viçi që është 16 euro. Me sa përshkojnë në menu, dhe kemi pasaj mish qëngji që është 14 euro, salata greke është 6 euro, salata jeshile është 4 euro, pastaj kemi kalamari ose këto spesat e skuqura ose në zgar që janë madhomendja 5 euro. Pra nuk është se janë super më shtrenjtë, po duhet të krahasojmë që ky nuk është një vend super turistik, po normalisht kur ta krahasosh me Shqipërinë janë më shtrenjtë, nëse krahasojmë me një zonë jo shumë turistike të Shqipërisë. Çfarë ka Korfuzi më shumë se Saranda?
duhet ta kishin reklamuar si sauna fala sepse shumë vap këtu brenda, nuk ka kondicioner. Edhe duke qenë se edhe lëviz shumë ajo majtas djatash si një varg, të gjithë puna vjen si përsierje. E gjithë mi bërë ujë me djerë, kështu që nëse jeni një moshë e madhe nuk do ja rekomandoja, ose nëse jeni shtetëzan. Taksit në Sarandë, çmimi mesatar ishte 3-4 euro që të nisjet apo të vjet diku brenda qytetit. Udhëtime brenda qytetit zakonisht varionin jo më shumë se 10 euro. Kurse në Korfuz, çmimi për nisje ishte rreth 4 euro dhe ishte 1.10 euro për kilometër. Por me njerëzit që kishim, mund të na vinte ndonjëherë dhe thjesht 30 euro për të vajtur, le të themi 15-20 minuta me këmbë larg. Pra, si çmimi ishte më shtrenjtë në Greqi, për sa i përket taksive, se sa në Sarandë. Sa i përket makinave me qira, në Korfuz varionin rreth 35-40 euro një makinë e thjesht e lirë, po makinat e mëdha mund vinin dhe akoma më shumë në ditë, mbi 100 euro, sidomos për një familje që është mbi 5 veta. Kurse në Sarandë mund të variojë, mund gjetë çmime të arsyeshme dhe me 25 euro dita apo 30 euro, dhe për makinat e mëdha që kishim ne, mund të vinin dhe maksimumi 50-70 euro në ditë. Gjetëm një si tip fugoni, pak a shumë njëjti fugon që neve kemi marrë nga kompania RCA, me qira, kur është le të themi 70 euro dita, bile si mund ta merrni mbas edhe me ulje, po ju lë një kupon këtu me Popautex, që më ka dhënë kompania për leksit e mi. Por po të mendosh 70 euro dita për ne jemi gati 8 veta, pra jemi 6 të rritur, 2 fëmijë dhe sikur të merrim 2 taksi, në Shqipëri është le të themi 5000 lekë një taksi, më do na doheshin 2 taksi, pra 10000 lekë për të vajtur në një qendër diku. Këtu nga ku kemi ndaluar, pra nga porti deri vetë te qyteti i vjetër, duhet 30 euro për të gjithë fugonin. E të shikojmë sa të tjera të shpenzojmë sot në Korfuz.